Të une vinë morën njerëzit të ndryshëm për lloj vani. Që sa ku mirësh me këtë punë? Une me këtë punë mirën që 14 vite. Po kjo i shëron disa smundje, disa lloje të kancereve, gjakun, rruzat e gjakut, vesht, kanalet urinare shumë, me pust, ju kisha bo lutje të gjithëve, nuk ju besoj pustave, rrugve, nuk e di çka ndodh, se kjo është përgjegjësia jemja, është 15 longën. Po, sezonën e verës, kjo një herë e vilet, po mrena një muj dite, kjo veç duhet mu vjel krejt. Duhet m'ja bo edhe gjamit, që së shishtë duhet m'ja bo analizat, edhe kapokit duhet m'ja bo analizat. Përshëndetje miqtë nga Onadeja. Sot ndodhem në fshatin Paralovku ku mardh me taku Enver Avdyli Rafuna, i cili mirret me kultivimin e bimës aronia, të cilat shërojnë disa sëmundja. E për më shumë detaje, hajdeni me neve. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Si jeni, si po kaloni? Po mirë, faleminderit, mirë. Apo lodheni? Po lodhem ka pak. Se të po shtu punu, nuk po nalë shtu punu. Po qa me po pa punë nuk bën. Me çka po mirën e? Po mirë me vëlla me bujqësi, më shumë e që të bimën aronien. Kom dëgju për aronin është shumë bimë e mirë. Po, aronia është e mirë vëlla. Krejt, këtu pëmë që në të mira, po kjo aronia jame unë mendoj, edhe tashti po flet vetë rezultati tek njerëzit që e kanë morë, e kanë provue, edhe i kanë po përfitimet e mira shihen në analiza, jo në fjalë të njerëzve, po analiza është që ajo ma kryesuja, unë po mendoj që ashtu se llafet e njerëzve s'kan të ndalën, nevojlia e njeri i smut, ko qef mi po analizat se cilën herë ma të mira. Po normal, kështu që kjo është një bimë që unë e kom pru bukur larg, edhe kom dash me bo diçka që nuk ka fort kësajte. Kjo aronia jeme është një sen që tregon realitetin analiza. Ju në fjallë goje, une vinë këtu të une vinë morën njerëzit të ndryshëm për lloj vani, edhe domthonë çdo njëri e ka po atë fitimprurësën e organizmit vetë, e gjakut vetë, për disa smundje, kështu që... Që sa ku mirësh me këtë punë? Une me këtë punë mirën që 14 vite, po kjo një herë nuk ka pos emër, nuk e ka njoft njerëzit, deri unë kanë fillue njerëzit me përdor, edhe tani çdo herë tu po të bo. Po, e pse pikrisht të zgjodhe me aronia? A ke provu një herë vetë, a ke po që ka sukses, ke thonë t'ju bëj mirë edhe tjerëve, a qysh ke puna? Kom lexue, ju m'hije, kom këshyr në për rrjete sociale, kom dosh me bo këtë bim pak ma të veçantë, se aronia tash i ka edhe në Kosovë, edhe po thuj se në gjithë botën, por që të bimë, do të thotë që të frot, që të short, nuk e kanë, edhe tash siç po e shifni, kjo veç ka fillu me morë në gjyrë, na tashti edhe 2 javë ditë veç fillojmë, e kom bo dhe aparatin, që duhet m'ja bo analiza do mund, tu i dole analiza sa të ma të fuqishme, tu e mbledh ilaçin edhe atëhere unë të mendoj që e ka arrit atë ilaçin e duhur, atëherë veç fillon vjelja, shtrydhja, shkojnë tani çaji është i fundit. Po, keni na tregon një ndër mesazhe. Po, si për shembull, veç pe përmenim lul, mbi emrin s'pe përmenim për shkaqe privatësisë, që shembull analizat. Do të thonë që i ka përdorur aroniat edhe i pas ka ndal mirë analizat, ka falenderu, për kene të kamerat ka thonë Allahu trujt me gjithë familje të përshëndes lulje, shikoj tensionin e gjakut analizat. Po, që kjo është rasti i fundit, edhe kam këto, shembull, i kam ndërmuaj edhe mi bo skrim, shembull, 200-300 skrime mi bo, edhe mi po falenderimet, edhe mi po edhe analizat ku ka qenë edhe ku ka arrit, mas përdorimit. Po, përdorimi e ka një domethënie, se unë pasi që veç i kam kryer disa trajnime me
doktor të huj që kanë punojnë me këtë bimë, atëherë une e kam përgjësien që më do të gjdo klienti me i tregu që qysh me përdorë. Se Qysh përdoret? Po, Konsumohet shumë, a shkon? më varet prej smundjes edhe mas pari më varet sa ka peshë trupore që du të me ditë sa me dhonë dozën e longut të aronijës, apo qajnë, se edhe qaj e ka atë fuqinë e vetë, se tash për momentin nuk kemi long, po e presëm këto trenë, edhe atëherë une kur ti tregoj, po aj veç mundet me po pas 48 orëve, kur të banë 48 orë, aj duhet me po ngritin shkallëve për pjetë, për që atë analizat që aj vetë e ka atë smundje. Për cilat lloje të sëmundjeve i shëron? Cilat janë ato? Po kjo i shëron disa smundje, sidomos disa lloje të kancereve, gjakun, rruzat e gjakut, vesht, kanolet urinare shumë, prostatat, por zemër është e mirë këta që kanë mbyllje kanoleve, tensione edhe disa të tjera. Me qenë se rastet me kancer në Kosovë kohëve të fundit janë këtë gjatë Po, të shumëta, po. që po i prek njerëzit. Pikërisht që kë e fundit që po mesazhin, ky është me kancer, është në Zvicër, më zgabofshë në qytetin e Bazellit është, edhe do të thotë ky veç i kanë po analizat edhe reporti aty ku ka qenë atë spital, edhe gjithë reporti kanë orë këtu, kanë orë gjerman, kanë orë francez, kanë orë italian, e kanë morë edhe kanë provu edhe falenderimet i kam këtu krejt i kam, e ata i shkon mas mirë, i shemë me i bo skrimi, që i të letën e mi po para kamere, veç emrat. Vinë edhe të huj, Pa. jo veç të vendit tonë Pa, shqiptar. vinë edhe të hujt, vinë A marrën shumë. dërgoni kështu me porësia jashtë vendit, apo vinë e marrin të dera e shtëpisë? Jo, nuk i dërgujna, kemi shumë kërkesa, më jau dërgu me posta, me lloj transportet të ndryshme, po ashtu nuk ja u jepi askujna, se funit kjo është një përgjësi e jemja, edhe nuk i besoj kërkujna. Kam qef me orë këtu, nëse i kum bo mirë, në qitë derë është shpia jeme, po edhe nëse i kum bo keq, prap është dera jeme, edhe unë jam aj që i kum bo pra mirë, apo keq, po keq deri me sot nuk ka bo vaki që 14 vite, mon vesh kemi falenderime, edhe kemi me qindra, nështë edhe me mija, mesazhe falenderuse, edhe tash mund është edhe mi po edhe vetë në telefon, nuk kam... A jep një garancion? Garancion është, garancioni qure, nëse është me kancer, shemë me metastaz, ose ka kancer agresiv, garancion nuk jepun, po kemi edhe raste shemë edhe me metastaz, edhe me agresivitet, edhe ju ka bo shumë mirë. Edhe atë rast e kam qëtu nëse veç e doni mundi me thirë drejt për drejt, shemë një rast javën e kalume, mundi me thirë, me kontaktue, edhe kjo është në Zvicër. A ki në i rast që u konë me një smundje shumë tronë, nështë që as ty me njës të ka marrë që kam i ndimu dhe i ka ndimu? Po, për shemëll, kemë po tash me hemën... Suaj që ka me emre, veç Jo, lojnë e okej. smundjes, qysh u ardhë, qka të ka thonë, kur i ka bo hajrë, qysh jeni ti? Une, knasia jeme ma modhja, nuk është as fitimi, as kur gjë, kur e një edhe e shof një njëri që e kanë pru këtu, nashta për krath, e kanë pru se ka pos shef edhe i smuti me orë, se ka rose që nuk vjen i smuti, po une e kërkoj një njëri dë besu shumë të familjes tina, edhe ja jepi pa problem, me posta kurse si kur heq, edhe kur vjen aj, shemull familjare se aj, edhe e she, edhe kur e shoh që domon javën tjetër apo muajin tjetër ka ardhur, ka ndryshuar gjithçka, edhe ata vetëm veç mi quajnë analizat, unë ajo është kënaqësia ime më e madhe në botë. Sa po kushton një qisë aronia, për ata që janë të interesuar? Unë i bëj Ose lang? për momentin se çashtu i kam edhe kërkesat në për spitalin, në për reportet 750 ml, e shes 15 euro longën. Po, longu del çdo gjë, del me analizë, as nuk ka pikuj, as nuk ka sheqer, as nuk është stërpikt, as nuk ka asnjë preparat të mund krejt bio 100%, edhe ata që e marrin këtu le ta provojnë në Zvicra, në Franca, në Italia,
ku do të qoftë në botë, nëse e gjon një pikë sheqer, një pikë ujë, një pikë preparat, një pikë pesticid, diçka të dëmshme, atëherë pra po shikoj shtëpia jeme, unë jam ai që e garantoj me 100%. Kom dëgjuar që ky langu i Aronis është i mirë edhe për me fitu gjak. Po, për e bon pastrimin e gjokut, mëlçin, këta që kanë mëlçin e vjamusne, pankrasin që ashtë dhe mëne ndihmon shumë, rruzat më i rregullan tensionin, e të hollon gjokun, njerëzit që vinë shemëll që mjekësia nuk e sheh, shemëll te këta kirurgjia vaskulore, ata damorët e im shemëll që kim në krye, dikush thot po më dhem që të sef nuk ishten, aty është bot një farë lloj thërmuje, ta quaj ashtu thërmuj, s'po thom trembuz, po thom thërmuj, qatë thërmuj kjo është në gjendje me llomit edhe me të hollu gjokën edhe me bo qarkullimin e gjokët, domthon prej majet gishtave deri maje kreje. A mundesh më tregu pak që shkon kjo puna, saj duhet kohë për me dalë për që shembjallë, saj kena s'po duken shumë. Në këtë javë veç e ka marrë ngjyrën e zezë, tashti është të e mbledh ilaçin, edhe është të e mbledh sheqerin e duhur, po deri në momentin se kur e mbledh qatë ilaç, ilaçi mbledhet këtë varet për i dillit, po kjo dillin e do shumë edhe ujtë të dënë sidomos shumë, siç po shihni që është vraditët. Sezonën e kohët verës. Po, sezonën e verës kjo një herë e vilet, po mrena një muj dite kjo veç duhet mu vjel krejt. Fillon sot deri sot një muj të vetmin qojnë që e lom deri në fund, atëherë kur ti trashet langu kësoj kukrës, atëherë na e vjelëm ato, e shtim atje në aty e pastrojmë në ato centrifugat, pastrohet, e terëm në herët një 70%, atëherë hinë blurje, mas blurjes terës, bëhet 100% në terje dhe bëhet për paketim për përdorim të çdo lloj njeri, për shembull, se e përdorin edhe njerëzit që s'kan kur gjojën të shnush, është shumë më mirë, po se kjo edhe infeksionet në organizëm, sidomos kemi bukur shumë klienta që gratë para lindjeve, mas lindjeve, që kanë probleme me infekcione, mas operacioneve edhe njerëzit burrat shembull, po edhe ata që kanë kësi probleme, do të ka tregu dhe ashtu tregu shumë rezultat të kënaqshëm. Po, mi po analizat e kënaqshme, domethënë tek veç mas një jave apo mas një muaj varet edhe sa e ka smundjen e ronë. E për cilën smundje ki kërkesa më shumë? Valla mas shumë ti kena kërkesë për sheqerin, për i ndyrë në gjak, për mëlqit vjamusne, pankreasin ashtu edhe për prostata, njerëzit që janë smundë kanolit urinore, prostata, e shumë shka të tjera. Hemoroide që ashtu, për hemoroide është bëhat këtë tjetër, tashti kemi fillu edhe vitin e kalum edhe me pudër për varrat që janë, për njerëzit që kanë dekobet që janë të palëvedhshëm, që ju bëhat trupi varë, që ju bjen mishi, e kemi bëhat dhe pudrën, kemi dalë edhe me një krem të Aronijës, ajo krema është këto shqetësimet që kruhen, që bëhen varë, nuk shërohen, po të lëkurës edhe ato kemi dalë me kremen, por tashti në kohën e fundit kremen mas mami ma kanë morë një spitali Kroacisë. Në cilat raste dëmtohet Aronia? Aronia dëmtohet. A më i me hongërën sa që shtë? Po mundet me hongër, pa problem, por nuk është e homel, është haloja, është pa u pjek, po s'ka problem. Po am krym punë? Po, a fitej të gjak, bile? Jo me një kukër problem është. Jo, dhe ma unë. Po, okej. Të regam cilat raste dëmtohet? Pe i breshnit, është rëzek edhe këtë 2 javë të fundit kemi pas breshën, kësaj dhe po fati, shëqyrë për zotit, mu nuk më ka prek. Po, tash është e edhe pak, po. Kjo është të e mledh, është ilaçin, këtë dën uj edhe dën ajrin edhe diellin. Edhe fati që analizat e dhejt të tukës mi kanë dollë superiore, edhe ka kallëzuar rezultatin. Pas ke gjitha me fakte edhe rregullisht, me analiza, me krejt. Po. Së më tregove sa kitë mbjellën ato? Vallai për vend nuk e kam mod, vendi nuk e di ashtu, po kam bukur. Siç për shefni, domon 5 pjesë atje poshtë, deri në fund të reka, edhe knena nonën e majt, edhe knena nonën e djathtë që tu, po me vend kështu në sipërfaqe nuk e kam mod, po ka bukur. Po du më dojnë pak e të pjesa e financave, se me sa këptova ma shumë po e bëj shetë punën me zemër. Po, me zemër edhe bëj.
Jo shumë për ka financat. Po, jo. Se dhe çmimi që ma tregove 15 euro nuk është edhe shumë shtrejt. Jo, se do çato shishe që do të mi ble, atë do të m'ja bo edhe gjomit, që se shishe do të m'ja bo analizat, do të me konë për organizëm. Edhe kapokit do të m'ja bo analizat, edhe folirës kapokit do të m'ja bo analizat, çdo gjë do të me konë sterile, çdo gjë do të me konë pasterilizume, edhe çdo njënit që e më të qatë shish mi garantu që të pakten 3 vjet ajo mi qinrue, do ta mojnë ku të dojnë, veç në dillë nuk është mirë me mojt, edhe kur të hapet shisha, do thot me mojt në frigorifer. Po. Po i lojna pa konash pjesën e aronis, po dolim të pulat. Po, edhe të pulat. Të na usilë në përkom, so pula i ki. Po. A që pojna pak të pulat? Pulat këtë janë të lëshume, da shkojnë, hajde që... Ku jenë ma tu, ma të mlatë ka ta? problem. Në këtë arën doli shtë. Arënia e ko qefin, mës me posë shumë bari, po, edhe për atë arsye, thashtë veç, une i kom bo pulat, i kom bo dikun një 400 pula. Për aronia? Për aronia, po, për shka që barin, po ma hikun, se une këtu një javët, mu ka dosh 3 herë, mrena javës me nxerë traktorin edhe mjo kësit barin, edhe nërmi aronijave që ashtu njëjt, nuk me dorë se aty nërmi aronijave traktorin nuk hem, më ka dalë shumë punë, edhe tashti i pulat ma kanë letu, edhe tashti i hami edhe vëhet i hami bia. Pason ditje pi bojnë? Po, Pason vo? dykun derin 200 do të mi va, 200 e pak ma shumë e qashtu. Edhe vote pula i vjen të shëndetshme? Po, janë shëndeshme, na nuk mujna ketë mi konsumu si familje, po edhe vini mori njerëzit të, po. Sa për shkojnë i tablo? Po, type para do ditëve kanë shku deri 10 euro, tashti të kanë rrodhë 6 euro, edhe 5 euro. E pas kanë përdalën për tjerve që po ve kanë të dera më t'i Po të dera, edhe bile ju kësha bo lutje gjithë ata që se kam shumë thirrje, a mund thot me post. Me post ju kisha bo lutje gjithëve për mes kamerës juve që mos të më thirrën se me post nuk i gjaj, se funit nuk ju besoj postave, rrugve, se nuk e di çka ndodh, se kjo është përgjegjësia jemja, se unë nuk muj me dalë tashti me lujt me jetat e njerëzve. E unë kur t'i thëmë që du të me përdojrë, edhe vjen e merë vetë personi ose një familari besueshëm, unë kam qef, qaj njëri më ardhë më falenderue. Ajo më knoqe, ajo më motivon, më shtin me punue. Po pëlqen edhe sistemi të pulat shqepaske, qëto ushqena? Po, këto vene, kështu i ushqemi kemi këtu burët e caktume, për sa do pak se këtu honë bari, e kur së gjojnë bari, vinë honë këtu, edhe ujtë e kam shtë. Racat janë, i kam italionka dhe këtu i kam vendore janë bardha dhe të kuqe. Apo ndodh me shit na i pull më ardh me ble? Po nej marakli që vjen që s'muj me këthyjem do të me shit, se unë nuk kam për me shit, kam për vete i kam. E kam për gusa, kam meshteri bukur shumë që vinë e kërkujnë edhe i ndyrën vjomën e gusës. Po edhe ajo është i shëndetshëm, edhe për to kemi kërkesa bukur të maja. Edhe përveç dallojnë shumë me këto të marketit. Po. Këto janë ma bejo të pulava. Po shumë e vërtet, to shembull Dallon. me qitë në Tigan shembull një aty të fermës, edhe e shembull qysh mreqet, ajo e fermës, po me qitë to të katonit pulës eger shembull, kjo me nere se qëfar ndryshimi, qëfar dallimi, si kur ta hangsh, po edhe me sy me po. Argjimin të skishëm, pa kolomëqa edhe... Kolomëq, grun, Ma tepër se... po ju blej ka nere fort zedh, shemëll, edhe uj. Po, barin e kanë, ata gurzët e vogël kanë, sa dojnë kësajte në për tokë, i mledhen edhe nuk lanë asni insekt në për tokë. Po, aronijat nuk i honë naltë, se aronija bëhet naltë, për atë arsye i kom bo me 4 tela, do më honë i ko 4 mbrojtje i ko kësajone, 4 mbrojtje i ko asajone, si kush është për shef, do më honë i mojnë degët, edhe për tokë nuk lo kur gjë, krejt janë najrë rritën, bohën deri në fund në finale. Falenderoj shumë që gjete ku me ndo me neve. S'ka problem, falenderit. Knasi edhe për mu që ka shtë jo. Knasi edhe jam, ja, falenderit.